Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se Shtetet e Bashkuara kanë krijuar një kupol të fuqishme kuqe, bardhë dhe blu mbi ngushticën e Hormuzit për të garantuar sigurinë e lundrimit. Ai tha se shkatëruesit amerikanë janë vendosur në pozicione strategjike të mbështetur nga qindra avion luftarak, helikopter, dron dhe mjete mbikëqyrëse, duke siguruar monitorimin të pandërprerë për anijet tregtare paqësore. Shkatëruesit amerikanë janë në stacion të mbështetur nga qindra avion luftarak, helikopter, dron dhe avion mbikëqyrës të siguruar mbikëqyrjen 24/7 për anijet tregtare paqësore, u shpreh Hegseth. Një gazetar e pyeti gjatë konferencës nëse Donald Trump ka hequr dorë nga kërkesa e tij për dorëzimin pa kushte të Iranit, duke lexuar një nga postimet e presidentit amerikan në mediat sociale nga fillimi i luftës. Gazetari pyeti konkretisht për mesazhin e Trump, që në fillim që populli iranian të ngrihej për të marrë përsipër qeverinë e tij. Presidenti nuk ka kapituluar asgjë, ai mban letrat në dorë. Ne kemi epërsinë dhe projekti liri, vetëm sa e forcon atë dorë. Në fund të fundit, ai ka qenë gjithashtu i qartë se nuk do ta përfshi këtë në ndonjë projekt ndërtimi kombi. Objektivat tona janë të qarta, thot Hegseth në përgjigjen e tij. I pyetur nga një gazetar i veçantë nëse administrata Trump do të kërkonte miratimin nga Kongresi për ndonjë operacion të mëtejshëm ushtarak, Hegseth thot se me armëpushimin ora ndalet. Nëse do të rifillonte, ky do të ishte vendimi i presidentit. Presidenti ruan mundësinë dhe me shumë aftësi se sa kishim në fillim të kësaj për të rinisur operacione të mëdha luftarake, nëse është e nevojshme. Nëse Irani nuk është i gatshëm të ndjek anën e tij të marrëveshjes ose të bëjë një marrëveshje, atëherë Departamenti i Luftës është i pozicionuar, i armatosur, i mbushur plot energji dhe gati për të filluar, shtoi ai mëtej. Hegseth përcolli një sër mesazhesh të drejtpërdrejta për palë të ndryshme. Drejtuar Iranit, ai kërkoi që anijet tregtare të lejohen të kalojnë lirshëm, duke theksuar se këto janë ujëra ndërkombëtare që u përkasin të gjitha vendeve dhe nuk mund të kontrollohen apo taksohen nga një shtet i vetëm. Për aleatët e SBA-s, ai nënvizoi se misioni është i përkohshëm dhe synon stabilizimin e situatës për të rikthyer rrjedhën normale të tregtisë. Ai shtoi se pret që vendet e tjera të marrin përgjegjësi në kohën e dur dhe se SBA do t'ua transferojë këtë rol. Ndërsa për trupat amerikane, Hegseth shprehu mirënjohje për angazhimin në operacion, duke vlerësuar guximin, gatishmërinë dhe profesionalizmin e tyre si faktor kyç për sigurinë në rajon. Pyetja tjetër për të ishte nëse armëpushimi midis SBA-s dhe Iranit ka mbaruar, gjë që ai e mohon. Në fund të fundit ky është një projekt i veçantë dhe i dallueshëm. Ne prisnim që të kishte disa ndryshime në fillim, gjë që ndodhi, dhe tham se do të mbroheshim dhe do të mbroheshim në mënyrë agresive, u shpreh ai. Hegseth thot se Trump do të marrë një vendim nëse ndonjë incident përbën shkelje të armëpushimit dhe thot se do të kërkojë Iranit të jetë i kujdesshëm në veprimet që ndërmerr. Tani për tani armëpushimi me siguri po respektohet, por ne do ta vëzhgojmë nga shumë afër, shumë afër, shton ai mëtej. Generali Dan Kane pyetet nëse mbeten shqetësime në lidhje me minat iraniane në ngushticën e Hormuzit dhe nëse raportet në median amerikane rreth Teheranit që po shqyrton mundësinë e përdorimit të delfinëve të mbartin mina janë të sakta. Ai përgjigjet me zemër të lehtë, nuk e kam dëgjuar gjën me delfinët. A është kjo si peshkaqenët me rreze lazeri? Strukturat e tyre të komandës dhe kontrollit mbeten shumë të fragmentuara dhe mendoj se ata po përpiqen të ruajnë kontrollin, shton ai. Hegseth vazhdon, nuk mund ta konfirmoj ose mohoj nëse kemi delfin kamikaz, por unë mund të konfirmoj se nuk e bëjnë.